Në këtë periudhë pranvere, turistët nga Italia zënë një numër të konsiderueshëm mes turistëve të huaj që vizitojnë qytetin e Gjirokastrës dhe rrethinat. Krahas vlerave natyrore dhe të trashëgimisë kulturore, turistët italianë në Gjirokastër i tërheq edhe mikpritja e banorëve, çmimet e ulta, tradita, gastronomia e larmishme e shumë gjëra të tjera. Vitin e kaluar u regjistruan rreth 150.000 turistë italian, të cilët vizituan jugun e vendit, ndërkohë që pritet që gjatë këtij viti numri i tyre të jetë edhe më i lartë. Quest'anno abbiamo tante richieste di tour di gruppo da tutta Italia. Kam 12 vite që sjell grupe turistësh nga Italia në Shqipëri, por këtë vit kemi më shumë kërkesa nga e gjithë Italia. Fillimisht kishte kërkesa vetëm nga jugu i Italisë, duke qenë se njihnin Shqipërinë, por tashmë kemi edhe zona të tjera të cilat dëshirojnë të vizitojnë vendin tuaj dhe mbi të gjitha të njihen me historinë dhe kulturën shqiptare. Soprattutto la cultura e la storia albanese. Jemi në nisje të këtij sezoni dhe sigurisht pranvera ka sjell këtë gjallëri edhe për turizmin, ndërsa po shoqërojmë turistët e shumë nga Italia. Gjirokastra është një qytet i jashtëzakonshëm për sa i përket kulturës, historisë dhe mbi të gjitha peizazhit të rreqës. Tashmë, këtu po zhvillohet një turizëm cilësor, ndërsa kërkesat për ta vizituar nga italianët janë gjithmonë në rritje. Per quello che riguardano le esigenze dei nostri ospiti. Resurset historike, arkitektonike dhe kulturore që ka Gjirokastra, si pasuri në UNESCO, janë vlera të veçanta, të cilat po tërheqin gjithnjë më shumë turistët italian në qytetin e Gurtë.